Është e pamundur që duar të ndryshme të palosin pletet e votimit në të njëjtën formë. Është, domethënë, simetrikisht e njëjta palosje. Jemi te grupi numërimi numër 3 KZZ-ja 40. Urdhëroni se si janë të palosura. Kërkoj të bëhet akt konstatimi. Urdhëroni. Ja pletet, ja. Ky është treni bullgar, Olertila, ja ky është treni bullgar, se s'ka shkencë treni bullgar, nuk ka vagona që futen në qendër votimi. Ju s'keni asnjë përgjegjësi. Urdhëroni, çfarë ka ndodhur? Këto janë ato qendrat e 7 marsi, ku unë kërcënohesha bashkë me vëzhguesit e komisionerët e Partisë Demokratike dhe ja çfarë ka ndodhur. Urdhëroni. Po pra, ke edhe këtë. Ato janë vota të rregullta, ato janë të rregullta. Unë po shife, ja, e njëjta palosje, ja. Ja, jo, s'është njësoj, urdhëro, ja ku i ke. Të hedhura me dorë. Po shikoni ju që zjeni me mua për vendin? Ja, këto filmoni, këto janë shkelje. Shkelje është nëse paloset nga ana e dukshme, jo nga ana e padukshme, Nuk po them shkelje procedurale, unë nuk po flas për procedurë jeni nana. Urdhëroni, këto janë pletë, të hedhura, të gjitha. Është e pamundur që të gjitha duart që kanë votuar, ti kenë palosur njësoj.